çfarë i ndodh trupit tuaj kur nuk bëni gjë. Për një kohë të gjatë, kur nuk kemi marrëdhënie, për një kohë të gjatë, trupi dhe mendja reagojnë me njëherë. Nivelet e endorfinave dhe oksitocinës bien, ndaj ndjej më shumë stres, ankth dhe lodhje. Gjumi prishet dhe energjia ditore ulet. Te disa persona shfaqet ulje e dëshirës dhe rënje e vetbesimit, por ka edhe përfitime, më shumë fokus, stabilitet emocional dhe te shumë njerëz, rikthimi i dëshirës më të fortë, sapo intimiteti rifillon. Disa persona raportojnë qetësi mendore, kontroll më të madh ndaj emocioneve dhe vëmendje më të mirë në detyrat e përditshme. Ekspertët thonë se çdo trup reagon ndryshe, por ndikimi është i vërtetë. Edhe periudhat e shkurtra, edhe ato të gjata, lënë gjurmë në mënyrën si ndihemi dhe si funksionojmë çdo ditë.